Një prej mrekullive të Abu Dhabit dhe konsiderohej një prej mrekullive të hospitality në të gjithë botën. Emirates Palace, hoteli që po shihni mas spinës time, 3 miliard euro investim, 850.000 metra katror hotel, më shumë se sa 2600 punonjës nga 50 vendet botës, 394 dhoma dhe suita, nga cilat 92 suita në pjesën qendrore të pallatit Shu janë suita të cilat i dedikohen familjeve mbretërore të botës arabe, të cilat i mbajnë aty të mbyllura dhe hapen vetëm kur vinë përfaqësues të tyre. Është ndërtuar në vitin 2010 dhe konsiderohet një nga 3 mrekullitë të Abu Dhabit, së bashku me xhamin, bashku me pallatin presidencial dhe Emirates Palace. Është një prej hoteleve që konsiderohet me shtatyje në të gjithë botën dhe sot absolutisht një prej mrekullive të botës, do t'ju tregoj edhe nga brenda. Without windows. Yes. The same. Yes. Sometimes the VIP doesn't want to go to the restaurant, so we bring the restaurant to him. We do set up here buffet. It's amazing. Yes. Spacious, huh? It's absolutely. Upstairs is much way bigger than here. Yes. I wish I could show you, but I cannot. And they have this luxury extra room, like bar or super room. Still inside of the. And this is the bathroom. When you're in the palace, you're the spot with the luxuries. If you notice also compared to rooms, this is more goldish and Yes. the carpet is thicker than the wing. And there is also the outside terrace. Yes. Want to go outside? Yes. Amazing view. You see, that is the presidential palace. Yes, I know. Yes. So this is why this presidential palace is a big deal. So it should also be in any country that has mostly do Yeah. The closest to the. Kjo është e mesmja. Konsiderohet e mesmja, por shihni çfarë pamje ka. Wow. Wow. Why? Looks like Atlantis. Pa. And the is so big, huh? Yeah. This is the smallest wing, or Our wing, yes, private beach, and this will open soon because the weather is getting again cool. yes. It's called Sand and Coal, where we have a It's a private beach only for the palace, or for Only for the palace. only for the palace. And there is beach for everybody. yes. It's beautiful. Yeah, we're about to have the high season now. You know, the weather will get cooler. Then we get entire Abu Dhabi will get again full.
I contact the sales team so they can give you accurate Yeah, information. more information. Here we're on the 6th. Exactly. Beautiful. Why there is 5, here is 6? Because everything looks the same. So when you stay in your room, which is for example 6025, you need to know where to go. Otherwise, it's like a maze. Your suite will be facing this number, so you don't get. A e kuptoni çfarë ndodh? Numrat këtu, se unë ngatroj të orientuar në suitat ku do shkosh, sepse nëse nuk do kishe numra, nuk orientohesh si në piramidat e Egjiptit. Humb brenda kësaj dhe nuk e di cila është suita jote, se janë të gjitha njësoj. Edhe shiheni këtu çfarë kupole që ka. Spektakolare. It's great. Suitat e familjeve mbretërore të botës arabe, se cila familje mbretërore e botës arabe ka një suit të sajën që është e ndryshme dhe nuk shkon askush tjetër. Një ka familja mbretërore e Arabisë Saudite, një ka familja mbretërore e Katarit, një e Barenit. We have almost 300 rooms. 300 rooms. 300 doma. And how many square meter is the whole hotel? I need to. Including palace and the wings. Yes, palace. We are one of the most popular destination here in Abu Dhabi. People come here to enjoy coffee, you know. The most of the people I've seen there are visitors who wants to see the palace. Yes, so the palace, on the beach, they pass. We have the famous golden cappuccino, the episodes. Famous golden cappuccino? Yes. Why is famous? They make the cappuccino with gold cereals. They will make the logo of the hotel. Yes. They will make it in the cappuccino with gold. It looks very nice, very Instagrammable. With real gold? Real gold cereals, yes. Where, here? Yes. Over there we do it. We do the magic right here in front of your eyes. Here in the front is Sheikh Zayed. Yes. Sheikh Zayed is the leader of UAE who changed UAE, you know, Yes. from the industry, as I mentioned before, from the industry of the pearls to the industry of oil. So here is How many restaurants you have? We have many restaurants. We have international, the Van Damme, we have Akasan, we have which is Chinese, we have Stir Fire, which is Japanese. We have Italian restaurant called Talia downstairs. They're working. And here is the main gate to the sea, To the beach. to the beach. Downstairs. How many pools you have? We have 2 pools, Yes. one by each wing. We Yes. have one pool dedicated for adults and one for families. It will be 1 kilometer. 1 kilometer. How many years they needed to build it, the hotel? I heard like 5 years or so. 5 years. 5 years to build all this miracle. It's huge, you know. This is like the face of Abu Dhabi, you know. Yeah, absolutely. This is the Burj Al Arab of Abu Dhabi. Of Abu Dhabi. And it's beautiful. It's something crazy. And here are the restaurants in the area? Yes, we have the. I need to check out the sales. You know, we have all type of high-profile guests here. And you have your own security measures, or? Yes, we have high strict security measures here in Emirates Palace. Yes. You can see the security of the type of guests who come here. So we have high security to look after them. Downstairs are the ballrooms, huh? Yes. It's amazing. By hand, huh? Shiheni çdo gjë. Farms. And you have an entrance there, Yes, we have entrance. dedicated? We have many entrances for the ballroom. How many entrances you have? I wish I know. Wow, so beautiful over there. Shiheni sa e bukur është pjesa e poshtme e pishinës, e bazenit, që duket poshtë është fantastike. Can you find someone who can show us the outside?
Sure, I will check with the concierge team. Yes. With a You buggy. need to check out our spa also, it's very famous. Where is? Spa is by the wing. We can take a buggy, take it to the spa. We need a Very buggy to famous go. spa Okay. here, very popular. It has a Moroccan hammam, many. Someone can show us the spa? I'm sure they can show you the colleague in the spa. Për të bërë fotografi, është e famshme fotografia që vendosin poshtë që të kape dhe nxjerrin kokat për të kapur pjesën e madhe të kupolës. Aty është eksaktësisht qendra. Janë ture të organizuara që vinë vetëm për të parë hotelin. They're organized only to visit the hotel. Yes. Është pjesa qendrore. This is gold. It's golden painting. Shive, e pikturuar me gold e gjitha, me gold të vërtet. Ose ja ku e keni këtu sipër. E gjitha me gold të vërtet. Është jashtëzakonshme. Si kaluat? Iniziate versionin tuaj. Faleminderit. Ju përshëndesim. Me kënaqësi të madhe. Si jeni mirë? Si kaluat? Si shkoni? Apo kënaqeni? Mirë. Jo, mirë. Mirë. Kalofshi mirë, mirupafshim. Faleminderit. Mirupafshim. Po presim të dalim jashtë, shohim span dhe pjesën e jashtme. Pas edhe pjesa e jashtme, pra po shkojmë te pjesa e spas dhe pjesa e jashtme e pallatit, 1.2 kilometra afërsisht linja kryesore, edhe duhet ecësh me bagi se ndryshe do qerekore të shkosh nga i cepi hotelit në tjetrin. Shihni edhe pjesën e jashtme të pullave të reja të Abu Dhabit, kur është ndërtuar Emirates Palace diku rreth vitit 2009, nuk kishte pothuajse asnjë gjë përpara. Spaja është e famshme, ja dhe pamje qendrore. Kjo është pjesa e pallatit, the palace, dhe në dy anët janë dy krahët ku janë të vendosur dhomat dhe suitat normale. Kati i 8, kati i sipër fare, është kati i familjeve mbretërore arabe, të cilat nuk i lëshojnë suitat, nuk i lëshojnë për askën tjetër, vetëm për familjet mbretërore, edhe shadrvani përpara. Po të vini re, këto janë dy hyrjet, por delegacionet hynë në një derë tjetër, e cila është krejtësisht e dedikuar. Në anën këtej përballë është pallati presidencial i Emirateve të Bashkuara Arabe, me një pamje shumë bukur. Llogarit ne kemi 5 minuta që ecim. Emirates Palace u ndërtua kur Abu Dhabi kishte nevojë për një simbol të mikpritjes dhe të luksit, nëse mund të themi kështu. Në kohën që Dubai kishte ndërtuar Burj Al Arabin, hotelin e parë me 7 yje në botë, Abu Dhabi vendosi të ndërtojë Emirates Palace, i cili do të ishte po ashtu një hotel me 7 yje, edhe sot nëse klikon thot 7 star hotel, dhe që do të kishte të gjithë mikpritjen e famshme të botës arabe dhe një shërbim të shkëlqyer. Befasimi ishte numri i dhomave, shoqëruesim tha që janë 300 dhoma, në fillim u hapsi Emirates Palace, pastaj ishte Kempinski Hotel, dhe s'fundmi është Mandarin Oriental Hotel. Shifeni çfarë mrekullie është pjesa e gjelbërimit. Jemi në shkretir, shife, e gjitha gjelbërim nga të gjitha anët. Ka marinën e vet, ka span e vet, ka shiheni me bagi mund të shkohet direkt në pallatin presidencial. Rruga për të shkuar atje, por jo këndin e vizitorëve. Ka fushat e futbollit, shiheni disa fusha futbolli në njërën anë. Çdo gjë e gjelbëruar. Është e pa besueshme se sa shumë sipërfaqe kanë ndërtuar. Tani po futemi në pjesën e spas. Ka fushat e tenisit, ka pjesën sportive. Duke di se sa duhet jetë numri i punonjësve që janë prezent në këtë hotel. Zakonisht hoteli nuk është i hapur për ture në pjesët e brendshme, si qymë ne në suitat e tjera, por me ndërmjetësimin arritëm ta kemi të drejtën për të hyrë
nuk na treguan dot katin e 8 sepse sipas tyre është kati familjeve arabe mbretërore dhe vetëm me një okay nga vetë familjet mbretërore mund të hyet. Tani arritëm te spaja. Shohim se ku do të jemi. Thank you. You'll escort us inside? Thank you. Kjo është pjesa e spas, duke si një lloj parajse e vogël. Spaja është edhe me fazan. Spaja. Spaja është e famshme, shifi. Shifi si të presim fazanët. Hello. Kjo është pjesë është sa e bukur, pjesa përballë. Është e mbushur një pjesë, kështu që nuk mund të hymë në të gjitha, por do na shoqërojnë, është sa e bukur, është komplet e stilat. Hello. How big is the spa? We have 9 treatment rooms. Yes. But at the moment, we are fully committed. Yes, I know. Because today is weekend. Yes. And yeah, so all the treatment rooms will be upstairs. Upstairs. This is our before we go into the leisure area or to the beach club. Beach Club. Jemi duke shkuar në pjesën e Beach Clubit. Hello. Hello, good afternoon, Blendy. Can you show us, we came from the reception, something from the spa? Oh, you have a barber here. We have a bottle as well. And this, Edhe një berber me aqua di Parma, që shumë interesant, yes. and then this is the pool. Would you like to see the other side, the oriental? Yes, okay, but let's have a look. Here it's the pool, family pool. This is the family pool, correct? That means everybody can bring kids here. It's mainly for the kids because of the slide and the dates as well. Oh, yes, it's... How big is the pool? Oh, that's a very good question. It goes all the way around. All around. And the water temperature, it's It's temperature controlled, so we do it at, depending on the weather, we do it at 29, 28. 28, 29, it's controlled even in the, let's say, low season. In the low In season, the- we do it higher. Ja, hajë. Shiveni ka dhe pjesën e lojrave për fëmijë të vendosur andej. The other pool is quite far, we won't be able to walk there, but I'll show you the lazy river. Yes. Të gjithë këto janë dhoma. Yes. Outdoor gym, indoor gym, we've got 2 gyms as well. You And got 2 outside. gyms. Yes, sir. 2 gyms, 2 pools, a beach that's 1.3 kilometers. 1.3 km, që nga 1.3 km, jo 1.2 sa thash unë. What else? Kayaking, water paddle tennis. We've got a whole football pitch as well. Yes, I've seen that, Have you seen yes. It's great. Camel riding, complimentary. Camel riding Camel complimentary. riding, we've got 4 camels. This is the lazy river, so it goes all the way around. And the pool, it finish here, No, there's still more, sir. It goes all the way around. it's go all around. All the way around. There's still lots more. Është duke ardhur, i vjen rrotull, imagjino sa është vetëm pjesa e pishinës. Është fantastike. I don't know if you can see the camels from here. Yes, Yeah. yes. You want to try a camel ride? I will try. I will try for sure. You have. All this is beach. 1.3 kilometra është deti, do të thënë linja e detit, prej atje në fillim tek palasi që është mes e deri këtu
ku mbyllet. Është e jashtëzakonshme. Shihni sa e gjatë. Është e gjitha. And you use shuttle for the resort. Shuttles, yes. Përdori shuttle për shkuar nga një anë e hotelit në anën tjetër, ndërsa këtu dilet all the way to the beach. Yes, let's go. Kjo është pjesa. Take the shuttle. Pjesa më e madhe marrin shuttle-in për të shkuar. Tani ne do shkojmë në plazh. It's the artificial sand. You bring it from some other. That's a good question. I think so. Yes. E kanë sjell nga Egjipti, me sa di unë, rërën që vendoset këtu. This is our resort hub. We do snorkeling from here. We get Snorkeling? Snorkeling, yes. Where exactly the And snorkeling? In the beach. In the beach. We're using an outsourced company that comes every Saturday and Sunday. They probably you today. Yes. And this is our little game area. So the pool, yard. And the kids club do you have? Yes, sir. We do. We do. And these are our lovely camels. And here you have also the Arabic coffee. Hello, man. Hello. Welcome. Hello. How are you? Good. How are you? Fine, good. Oh, great picture here. It's amazing. Can I ride the camel? Yes, no problem. Tea, coffee? Coffee. Arabic coffee. Kjo është kafja e famshme arabike. Coffee? Oh, këta e kanë shumë të mirë. Kafen arabe e kanë shumë të mirë. تمارات خفيف. Gjiro me kamel në pushtetit në Emirates Palace në Abu Dhabi. This is my sit or there? How we can do it? Like this? Oh, wow. I'm okay? I can ride? Are you sure? Po nisëm tani me bebe. 10 years? 10 years. 10-5. 10. 10-5. 10 vjeç e 5 muaj. Jemi duke ecur në bregun e detit në Emirates Palace, një prej hoteleve më të mëdha ku ofrojnë dhe shëtitjen me gamile për, po e quaj, pjesën e klientëve. Ky është plazhi privat që kanë. Është goxha i bukur. Përballë është plazhi komplet i dedikuar. Ky është plazhi i hotelit dhe është plazhi i dedikuar i Palace. You are from here, from Abu Dhabi? From Bedouin Desert. From Bedouin Desert. Yes. Është tradita e gamileve, është e famshme në botën arabe. Është një nga traditat kryesore me të cilën beduinët kanë jetuar gjithmonë. How often the camel drink water? Camel 3 days. 3 times a day, eh? No problem. No water, no food, no problem. No water, no problem. How long they can stay without water? In desert, Yes. too much time. Yes. Maybe 10, no water. 10 days. Deri në 10 ditë, thot ky, mund të qëndrojnë pa pirë ujë. Gamilet, dhe kjo është çështja që ne i themi deve, disa gamile që i përdorim për këtë gjë, pra i përdornin për këtë gjë, për të ecur shkretirë në mungesën e ujit. Kultura beduine është e jashtëzakonshme. Në fakt, karavanet niseshin nga një pjesë e botës arabe në pjesën tjetër. Këtu jemi tani në plazhin qendror, që është privat i Palace. Ai aty është Palace, pjesa e Palace të Emirates Palace, pra pjesa po themi kryesore. Mbrapa duken gradacielat e mëdha të Abu Dhabit, ndërsa këtej është pjesa lindore dhe pjesa perëndimore e Emirates Palace, 1.3 kilometra i gjatë në të gjithë
gjatësinë e tij. Edhe me një pamje fantastike. Rëra ka ardhur, thash, kur ndërtua Emirates Palace, rëra erdhi nga Egjipti, është rërë e rrallë, u vendos dhe një prit përballë që dallgët mos e marrin më, mos arrin ta marrin rërën. Për të lëvizur nga një cep i hotelit në tjetrin do duhet gjithmonë një bagi, që domosdoshëm. Pojmë pjesën qendrore e saj. Salah, how old are you? From Albania. Yes. Holidays, yes. Po pyeta jemi për pushime, thash jemi për pushime, se sa ti shpjegoj se për çfarë jemi këtu. Përballë është hoteli Rixos, i cili ka imituar hotelin e famshëm Atlantis të Dubait. Edhe po vazhdojmë, thash, kultura e karvaneve ishte një kulturë e jashtëzakonshme arabe. Pikërisht fal karvaneve ata filluan të lëvizin si tregtar në të gjithë globin, nga njëra anë në tjetrën. Gjëja e tyre është, po quaj, mënyra si ata kanë lëvizur në përbotën arabe, në Afrikën e Veriut dhe një pjesë të Azisë është impresionuese, padyshim në Europë, ishin mjeshtrit e parë të tregtisë arabët, të cilët lëviznin nëpër të gjithë këto zona, kryesisht për tregtinë e mallrave që i ngarkonin mbi këto deve, pra të gjitha. Duhet bëj dhe një selfie që t'jem tamam. Pra jam maj të Kamiles, duke ecur bashkë me mikun tim Salah në zonën e Emirates Palace. Është pjesa që e përdorin kryesisht për turistët ose për, po quaj, pjesën e guest të hotelit. Jam duke afruar prapë këtimit. Shiheni se si rrinë rosat deri në rër, rosat shumë bukura. Dalin deri në det. Deti është i pastër, me thënë drejtën, goxha i pastër. Po kthehemi mbrapsht. Kjo shëtitja me Kamile ishte shumë interesante. Po të kesh parasysh edhe çajin ose kafen arabe që këta të ofrojnë, që kanë fiksim. Blendi. Jemi duke u kthyer në zonën qendrore. Shumë e këndshme xhiro. Salahu që nga figurë. Po mbrim. Vendin ku duhet.
vinë dhe fëmijët për të lëvizur me kamile. Tani do shifni edhe kur të muli. تعال يا المزيون قاعد. Shishi si ulet. E keni parë si ulet Gamilja, shifeni. Up. Wow. Thank you very much, Salah. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, my friend. Goodbye. Thank you. Right? Tani po shkojnë det, shive si është rëra. Është rër komplet si pudër, rër e bardhë sjell nga Egjipti, qof tani në drejtimin tjetër. T'ju tregoj dhe plazhin për ta kuptuar se sa i madh është plazhi. Fryn shumë erë në fakt. Fryn erë, po temperaturat janë përvoluese, ngjit nga temperaturat. Ora 4 është dielli që bie pingull. Ja dhe plazhi, po shkoj direkt tek deti se s'dua të bezdisim njerëzit që mund mos duan dalin. Për t'ju treguar sa i pastër është. Ja, dhe kjo pjesë shive si është uji. Shive çfarë kthjellësie që ka. Është goxha i kthjellët sepse e pastrojnë, pra është plazh inxhinierik siç i quajnë, me rërën e përzgjedhur dhe me ujin e pastër, me një pastërti me filtrim kryevepër.